Në episodin pasardhës në të pestin hyn pedagogu dhe jep Medes lajmin e mirë. Dhuratat u pranua, pra fëmijët shpëtuan nga dëbimi. Por çuditet nga reagimi i saj. Në vend që të gëzohet siç pret pedagogu, ajo qan e vajton. Qan sepse e di që tashmë rruga e vrasjeve është pa kthim dhe ç'është më keqja, radhën e kanë fëmijët. Ky është episodi dilemave të forta të Medes, madje merret edhe si shembull tipik që ndryshe nga tragediantë e tjerë, tek Euripidi konflikti është i brendshëm, jo i jashtëm. Në monologun e saj të gjatë 4 herë ndron mendim midis dëshirës për hakmarrje dhe dashurisë të natyrshme për fëmijët e saj. Në fund, shkon me vetëdije të plot drejt përmbushjes të vendimit të saj, drejt krimit, duke ditur që ndërkohë në pallat nusja e re do të ishte duke dhënë shpirt në efektin e helmit të dhuratave. Kori vajton për viktimat e hakmarrjes dhe Medea hyn në shtëpi duke i dhënë zemër vetes për të vënë jetë hapin më të tmeshëm të planit saj makabër, vrasjen e fëmijëve. Hajt pra zemër, armatosu, i thot vetes, pse të humbim kohë? Shiko të harosh sa i deshe djem, të harosh se i linde. Sa për sot të paktën haro që i ke djem. Pastaj, merja vajt, se edhe ne i vrafsh, prap do t'i duash. Pas pak, nga brenda shtëpisë, dëgjojnë klitmat e fëmijëve që theren nga nëna e tyre. Situata duhet të ketë qenë e frikshme për spektatorën e asaj kohe. Vërtet Euripidi nuk e ka dhënë vrasjen në skenjë që të mos shkaktoj tmerr, por as ka përdorur ndonjë lajmëtar siç ndodh rëndom në tragjedinë greke. Fjalët e djemve që i thrasin për ndihmë Korit, shpejt mbi kokë kemi thikën, dëgjojnë qartazi. Në këtë rast spektatori krijon një lidhje të drejtë për drejtë me ngjarjen sepse i dëgjon thirrjet e fëmijëve, ndërkohë që ata po theren pas skenës. Kjo mënyrë është risi e Euripidit për ta bërë ngjarjen më ngjethse, por pa i shkelur rregullat.